Shumë komuna dhe zona të thella vijojnë të mbeten të bllokuara për të 15 ditë me radhë, si pasojë e borës së dendur dhe temperaturave të ulta, që kanë bërthyer për një javë disa rajone të vendit. Në qarkun e Kukësit, rreshtet e Doborës janë shoqëruar me erë të fortë, ndërsa është i pamundur kalimi nga Tropoja drejt Fiersës dhe Qaf Morinës. Në qarkun e Dibrës, 10 komuna vijojnë të mos furnizohen me energji elektrike. Komunikimi është vështirësuar si pasojë e sujit së fortë që përfshiu zonën. Për pasojë mbeten të bllokuara akset Peshkopi-Kukës, Stëblev-Librasht dhe disa segmente dytësore. Drejtoria arsimore ka pezulluar mësimin për shumë nga komunat e thella. Në malësinë e madhe të pakalueshme janë rrugët që të çojnë drejt Dugagjinit. I pamundur është kalimi nga Qafa Malit në Fiers dhe nga Fush Arsi në Iball. Në qarkun e Korçës temperaturat kanë shënuar -5 gradë. Rrugët nacionale janë të gjitha të kalueshme, ndërsa qarkullohet me zinxhir në akset Korç-Voskopoj dhe Korç-Dardh. Në Kapshtic, policia ndaloi kalimin e kamionëve drejt Greqisë, si pasojë e trashësisë së Doborës. 10 komuna në Devoll dhe Pogradec vuajnë mungesën e energjisë elektrike prej disa ditësh, ndërsa drejtoria arsimore ka pezulluar mësimin në 267 shkolla.